Jemi të ja dalë mirë edhe ndërsa tash kjo pjesa që jemi tash, këtë kohë, është shumë e kollajshme të mbrish. Janë rrjetet sociale, janë shumë mundësi tjera, sot është shumë ma kollaj që ti depërtosh. Po nështë s'po më pëlqen pak që ka degradu pak muzika edhe kjo është nështë një diçka që nuk jam shumë e kënaqur me këtë pjesë, sepse ka talenta që dinë me këndu, nështë janë shpe. Ka njerëz që nështë s'ja kanë haberin fare për me këndu, po kanë lek, kanë të famshëm, kanë njerëz, dhe më thonë në atë kuptim, dhe kjo është nështë një arsye që kjo është një diçka që s'm pëlqen realisht. S'm pëlqen as pak. Pajtohem edhe unë me këtë pjesë, sepse realisht sot ndoshta marketingu, sa mundet me qenë i mirë, që ashtë mundet me qenë edhe i ketë, sepse ndoshta jep hapësirën dikuj që nuk e meriton, ndoshta dikush e meriton mundet me qëndru shpeq. Unë ka për gjithë, po ndoshta me këqyr pak sa ki talent, sa je afti, sa del t'in skenë me këndu live, sa del një dasë me këndu live. E jo veç po kam qef me këndu, ose po kam qef me marë pare, edhe nështë po këndoj playback, nuk po jem gjendje me këndu live. Dhe me thonë, kjo është një diçka që ka degradu, nuk më pëlqen kjo as pak, po që thoi një fjallë që është të leti grajnë, qa me ba. Trego përmendë dhe Arlinda që nuk është që ka pas shumë qef me këndu, po hajt rrët. Qysh undive në momentin e parë kur Arlinda tha, po këndojmë bashkë, do të thot e ka plecu një dëshirë të andet madhe që e pas ke pas? Kjo s'ka dash me këndu. Edhe na kënoj shumë kongë folklorike dhe janë nisë më merë me kongë popullore. Unë e këmë kënu kongë popullore dhe kur më konë në zonë si klasës 6-7. Po, kur kënojsha me vllaj, me këta kënoj shumë veç kongë folklorike. Unë më konë gjithë interesu me kënu e kongë popullore. Se ma ka dasht, vetë ma ka dasht. Edhe tash kur janë nisë me kënduna, kjo e disha që ka zonën e mirë, e nisha të kënu mirë, edhe i thesha, hajde me kënu me neve se ka më tra mirë, muzika është e mirë, e të banë... Kom kajtë, nësë me kënu. E kes duhes, e kes duhes. Para mendoj me qëfar zonit bukur edhe mës me dash me këndu. Edhe të ishi, janë nisë më ka dale, edhe vlovi tha, edhe one, edhe e morën me kënu ndasma, edhe ma sënal heshtë. Që e kom po shumë hajrë në Dilara. A i bjen pishman për ato momente, për ata lëtë që i ke qitë për mos me këndu tash? Tash tonë pëse s'kom fillu ma herët, me marë shumë seriosisht edhe me hecë, po i kom ri, jem të i më ri, nga dalë, kështu që mirë është. Se, ndoshta qka të ka shty me dyshu për me u fut muzikë, kështu? Ajo që përmenda me herët, ka qenë shumë e vështirë me dëpërtu, edhe të e pa, kam qenë është një nëzonë të gjimnazit, ose në fakultet studente. E kom pa që është shumë vështirë me mri, babis kish pare, edhe vetë qysh mja dalë, kjo ka qenë, sepse të punosh mirë dhe ndershëm të nash shumë vështirë. Edhe kjo ka qenë një arsye pëse s'kom dash me hinë muzikë, po shqyqër me gjithmonë krababën edhe vllaun, gjithë familjen. Ja kemi dalë tani, ja kemi nisë me pëlqy, edhe jemi mirë tash. Edhe tash, po besoj edhe vetë unë largohu prej muzikës, nuk largohesh.